qa me u quhe. A kështu po inderu e ke prita ta? E mjera unë qka prita me pa. A këtu je hej pa hudhi i nënës? E zeza unë për ty qka prita prej teje. Ti me mash për blije mund t'in kështu? Turpe marë për ty gëzin, e pa që fatjen e zezë. Ti me na mashtruhe në këtë mënira? Kuku për ne qka pritëm, kuku për ne qka na gjeti. Ndje mira. Nëna, më falë, nëna. Largohu, nuk je më djali im. Qetësohuni zonja, mos një kështu, sepse gjithë këtë shprim do t'ju shkaktoj pasojë të rënda. Desh zoti me na marrë shpirtin e me na shpëtue për kësaj mërzie, një ore më parë. S'na duhet mami jetue, basi pritëm një gjë të tillë prej gjemve tanë. Zonja, ju lutem, mos një ashtu. E mjera, gëzimi me ma ba këto. Nënë dashtu, më ndje, nuk kam me të zemruar ma kurrë. Asur nënë dashtu, edhe guxon të më thërasish nëna, s'to vjen pak tur? Zonja, për hir të pranisë sime, ju lutem qetësohuni. Vaj fëmijëve tuaj, është dëshmi e gjallë, sepse ata tashen brapa. Nuk do të bëjnë kësi gabime shtrashanike, po e shihni edhe vetë se janë penduar. Për zemrat tona të plasura, do të jetë të kritë një, qelë që i thjerë nuk gjitë e dot. Mos fritni ashtu zonjë, këta janë fëmijë, ka në kohë me u përmirësuar dhe me u bë gjelmosha të vërtetë, apo jo? Fatzeza unë, qka do t'i them të jatit kur të kthehet prej mërgjimit? Mos e lodhni vehten me brenga të atilla. Në qoftë se do të më lini mua, të gjithë këto punë do të rregullohen për bukuri. Hall. Zonjë, ju lutem, mos u shqetësoni përsëri. As po keni pak tur prej zotni mësuesi? Zotni mësues, vetëm ju mund të na ndihmoni në këtë punë. Ju lutemi mos e kurseni vehten tuaj, mas gjatni atë dorë ploturate e mëshirë. Ajo është detira ime, zonjë. Unë po marr përsipër me edukue këta. Mirë po, mos haron një send. Pa për krakin tuaj, unë nuk do të jem në gjendje me e sjell detirën në vend që ma besua. Ne do të jemi krahu juaj i gjatë, zotni mësues, mos u mërzitni fare për këtë. Ju falemnderes. Atëherë le të miremi vesh. Para së gjithash, po u drejtohen të penduarve dhe i porosis të kërkojnë gjese prej jush. Nën e dashtu, më falë, po të zotojmë se do të bojmë i denja për me qenë djali i. Të qoftë të falë. Nën e dashtu, më ndje, do të përpiqe me u ba i virë dhe i dëgjueshëm, po të betohem. Falë të qoftë. Tash e kam radhën unë. Nën e dashtu, ma falë pra gabimin? Kimi nuk din as me kërkuen djesë, e mjera unë, falë të qoftë. Pra puna përfundoi kështu. Ju lutem që nesër në ora 7:30 t'i dërgoni në shkollë. Shpresoj se nxënësit e mi do ta mbajnë mendesh zotimin që e dhanë sot para nesh. Ne do të bëjmë çmos për me mbajt besën e dhanë. Ashtu qonë nxënësit e mi të dashtur. Jo vetëm kaq, ne do të përpiqemi me hi në radhën e nxënësve shembullor të shkollës suaj. Atë e presim edhe ne. Vetëm unë nuk mund të hap një premtim me ajtë vetë besim. Ku është ashtësia? Pse po flet kështu? Shoku mësues, unë ka bukur kohë që jemi larguar nga shkolla, prandaj do të kem më shumë punë se shokët e mi. Mjafton të kesh vullnet e zellë për mësim, kurse suksesi nuk do të mungojë. Ne që jemi pak më mirë me mësime, do t'i ndihmojmë me gjithë zemër. Pra, kështu për një kohë të shkurtër do të përparojë edhe ai. Apo jo shok mësues? S'ka dyshim, ne të gjithë do të përhakim ti. Ju faleminderit shumë. Më vjen keq, por duhet me shkuar pa tjetër. Kam me kryer një farë puni që spret. Miru pafshin zonja, jam të mirë gjema. Ditën e mirë, shoku mësues. Dhe e mbarë shok mësues?
Ta s'keni rregulluar mjaft bukur. Për vitin e ri do ta rregullojmë edhe më bukur. Na në shkollë jemi mësuar të bëjmë plane për çdo detyrë që shtrohet para nesh. Mbasi jemi në pragun e vjetit të ri, kemi ba një plan pune. Ky parashet të gjithë veprimet që kanë të bëjnë me kremtimin e vjetit të ri. Plani ina do të ketë një detyrë edhe për ju. Ne jemi gati me ju ndihmuar me gjithë zemër. Ulluni! Kujdestar, cili mungon? Mungon Shpëtim Krasniki dhe Abdit Berisha, të tjerët janë këtu. Të falenderes. Nxënës të dashur, dita e sotshme është një ditë jo e rëndomtë dhe meriton të shënohet në historiatin e shkollës sonë. Ne sot jemi duke përjetuar një ngjarje shumë më të rëndësishme shkollore. Po flet për ardhjen e këtyre nxënësve të ri. Hist, le ta dëgjojmë se ç'po thotë mësuesi. Në saje të vetë mohimit dhe siqeljësisë së shokëve tuaj, Agimit, Gjonit dhe Fatmirit, klasa e juaj përfshiu në gjuhën e vet edhe 3 nxënës të ri, Gëzimin, Kolën dhe Aliun. Shokët tuaj, duke pasë rrugat të cilën e ndishin deri dje, Gëzimi, Kola dhe Aliu ishte krejtësisht e gabueshme, nuk kursien as kohë dhe bën çmos për me u bind ata. Puna e tyre dha frute. Sot ata janë mbritën qëllimin përsëri me u kthye në gjirin tonë. Rnofshin shokët tanë të vjeshëm! Rnofshin tanë! Në anën tjetër, dëshiroj me vunë dukje, zgjuarsinë dhe vullnetin e pathjeshëm të Gëzimit, Kolës dhe Aliut, të cilët jo vetëm që e kuptuan gabimin e vet, por njëherë dhe u zëtuan para nesh se kanë me i qitë të gjithë në hares, duke zgjedhur rrugën e vërtetë atë të diturisë dhe përparimit. Jam plotësisht i bindur se ata do të bëhen nxënës shembullor. Shpresoj se kjo është dëshira e të dipaleve, apo jo? Tash kisha nënshtruar një problem tjetër që ka lidhje të ngushtë me suksesin e tyre në të ardhmen. Të gjithë e dini se ata kanë mbetur bukur mbrapa në mësime. Mirë po, mbasi puna përfundoi kështu, unë me ta do të punoj edhe jashtë orarit të mësimeve dhe do të përpiqem me përgatitur sa më mirë, kështu që kam me ju mbrirë për një kohë të shkurtër. Ju falenderoj për zemërisht shokë mësues. Në fund, nxënësve tanë të ri, uroj punë të mbarë dhe sukses në mësime. Shpresoj se me vullnet e zellë më të madh do të na zbardhin faqen si neve, ashtu edhe prindërve të tyre. Urdhno Kol. Fol. I dashtën mësues, të dashtën shok dhe shoqe, më lejoni që në emër të shokëve të mi dhe në emrin tim të u shpreh mirënjohje të thellë dhe të falenderoj mësuesin ton të dashtëm dhe gjithë juve që na zgjatët dorën dhe na pranuat me bujari në gjuhën tuaj të ngrohtë. Veçanërisht u jemi mirënjohës shokëve tanë, Agimit, Fatmirit dhe Gjonit, të cilët nuk u kursien për me na ndihmuar me gjithë zemër. Jemi të vetëdijshëm se ju dhe ata na keni shpëtuar për një rrugë të rrezikshme drejt së cilës ishim nisë. Njeri zotohemi para jush, se të kaluamën tonë të ishtë do të harrojmë njërë e përgjithmonë dhe do të përpiqemi me u mba xhanës të vërtetë, mësuesit tonë të dashur, këshillat e tij aknore dhe gjithë juve për herë do t'u kemi në zemër.
Urdhëron shoku mësues. Lajmërim. Njoftohen nxënësit dhe nxënësit e kësaj shkolle që nesër në ora 9 do të shkohet në kinema. Nisja do të bëhet prej ofrorit të shkollës pikërisht prej ora 8:30. Urdhoni vizatin. Përpash.